e keni postu nga ky sabah I qetë o Zot bëja haram xhehenemin namaz falësve. Pejgamberi alayhis salatu wassalam Sallallahu alaihi wasallam. tregon për dy namazet që janë më të rënda për munafikin. Tregon që është namazi sabahit edhe namazi jacies. Ani ishte ndihmë në xhava. Nuk ftoft I madh. Do të thonë edhe do të është sfidë e madhe për muçuar me prishti, do të thonë xhumin, rahatin tonë, do të thonë kënaqësinë tonë për me dal para Allahut azza wa xal. Çdo njeri zgjohet sono. Qëre, ti mundesh mos muçum 5 sot. Nuk qosh në 5, po qosh në 6:30 për me shku në punë. Çdo njeri një zgjohet. Nëse zgjohesh në 6, 7, 8 ka, do të thonë orare caktuar që të shon njerëz, ki mu zgjon njerëz. Ama kur zgjohesh, një pyetje lind, për kanë të zgju. Ai të zgju për atë I cili ti të ka kriju, ai të zgju për atë I cili të jep një rrogë caktuar. Allahu. Do të thonë, kur e kupton këtë sens se ti zgjohesh namaz sabahit, edhe çto janë motive shtesë për ata të cilët nuk falin namaz sabahit. Do thonë, e falin namazin e sabahit, po e fal kur të dalë xhumi, jo kur e ka kohën e vet. Kur ta shihsh ti që Allah po do me zgjedh ty se nuk ka shanca teorike ti mu zgju namaz sabahit para Allahit vetë se ti I zgjedh ti Allahit. Nuk ka shanca. Vetë se ti I zgjedh ti Allahit. E kur ta shifsh veten, ti çosh namaz sabahit, merr abdes një 15 minuta para ezanit, përgatitesh, veshësh, drejtohesh, ku më shku? Me kanë të taku? Me shefin? I të taku me atë që e di çdo lëvizje, çdo gjë që bën në mesin e natës. Ti po nisesh në errësir, shkon në xhami, I fal 2 rekate namazit sabahit, që janë më e mirë se këtë botë edhe shakonta. Edhe mandej çka ban? E pret mu thiri kameti për me fal namazin e sabahit. Edhe del pi namazit sabahit vetë se ka dal drita. A di çka I bie ky shembull. Ti hi me errësir, del me dritë. Kjo I bie që çdo herë namazit ta sill ti dritën. E un poentën e kam bëu që Allah t'ja boje, do të thonë haram namaz falësve, do të thonë trupin e vet për mu dik në zjarr xhehenemit për një arsye. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë, Allah ja ka bëu haram shenjat e sejdës që I bëhen ballë, nuk do të thonë që më të bëhen trupin tan, do të thonë shenjë, po shenjat e tua Allah azza wa jalla I ka haram ja dik zormi xhenemit. A ka me dëshmu që ki ballë jot në tokë për ty se ti e fal namazin? A ka me dëshmu? Do të thonë kur e kupton ti këtë çështje se unë kur falna durt e mia në tokë, balli jem, do të thonë gujt e mia, gishtat e mia kanë me dëshmu para Allahit, që atë ditë ka me ta mshël Zoti gojen. S'ka me të lënë me don arsye. Se çdo herë ne mendojna pse se erdhe, e po tani as se s'kam prioritete 1, do të thonë prioriteti 1, 2, 3, 4, 5. Kur ta arish ti me prioriteti numër 1 dinin e Allahut edhe namazin, po ti çosh në moment, e kupton. Hoxha Irfan Saliu, Allah I rujt, e ka pat ata bodybuilder ti, unë jam ngrej ata, po. Ngrej argon. E çka është kjo pojenta se shejtani çat shumë taranon, që ti vallahi me tani edhe pare me don njëri, do të thonë edhe pare me don në këtë kontekstin, ti pare me don ti çosh. Allah azza wa jall po të thotë që këtë dunjon është akon ta veç për 2 recat, namaz sunnes po folna për farzin Allah azza wa jall ditë që pagun. Kjo pojenta është për ta kuptuar shumë drejt këtë situatë se kur e menon xhenetin e Allahit sono, këtë se në të lehtëson. Për shembull një hadith që motivon vazhdimsi edhe këtë hadith e kam, do të thonë për zemrë shpeshherë, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam. Njëri i fundit që ka me dal pi zjarmi i xhehenemit edhe ka me hyrë në xhennet. A di cili është? Njëri i fundit del prej zjarmi i xhehenemit edhe I thot Allahu azza wa jall elhamdulillah o Allah që më pështove prej xhehenemit. Edhe në këtë moment del edhe Allah azza wa jall nuk është drejt në xhennet. Ja le momentin derisa Allah azza wa jall ja parafituron një pamje njerit I cili ka dalë I fundit prej xhehenemit, ja parafituron një pamje, një pemë me një lum të rreth edhe ky njeri thot o Allah, mush me më çuçi aty se jam dik në xhehenem, para të pi ujë të pushoj në hijen e asaj pemës. Allah azza wa jall ja mundson. Edhe mos I shkon aty Allah I hap edhe një pamje tjetër. Kur e hap pamjen tjetër, njeri lakmitar, syni dik shpeshherë se non stop lakmon njeri, lakmon. Edhe lut Allahin thot Allah, po çan te ky vendi tjetër. Thot po të çoj vetëm me një kusht. Çfarë kushti nëse s'um lip diçka tjetër? Robi thot tamam o Zot, thot të premtoj thot që nuk lipi kurrë nëse më çon çaty. E çon Allah azza wa jalla te pema e dytë lumi hala më I mirë. Po kur minte e dyta I ndëgjon zonat e xhenetlive tu knoç. A po me nai banes, me nai shtëpi kur ne ndikam tu knoç, ti janis mu knoç. Do thon dikush kesh, ti dash që s'dash janis mu knoç. Edhe robi lakmitara pe se Allah nuk ja po një mundsoj venin e dytë për me një zonat e xhenetlive. Edhe kur e nin zonat që ka të shumë. Ja vonu Allah, shtipe vetë në xhennet, veç ti shoh ti shkënoç. Allah azza wa jalla ban thot, unë kam vetë në xhennet, kam të dhon tokën sa një botë komplet që ki jetu edhe plus edhe një tjetër. Për kanë? Për njerin e fundit që kam dalë pi xhenemi.
A ne shka e kena target Firdausin? Ose ne shka e kena target xhennetit e larta? Edhe Allah Azza wa Jall i thot, unë kam e të shty këto, edhe robi çuditë thot, Allah i të bëhaj gare me mu. Atahza'u bi Rabbil Alamin, ja ban robi thot. Ana la ahza'u bika, walakinni fa'al. Unë nuk bëj me ty ai gare, unë të shty. Edhe Allah Azza wa Jall është në xhennet. Kur ta kuptosh këtë point se vetë që ke namaz, ngrit ti në xhennet, ti atë çdo do mëna, me dy bota. Pse mos mohon pejgamberi alayhis salatu wasallam. Çto në dunjë po do me nejt me njerëzit me autoritet, e çysh te Allah po do me nejt me këtë ato që kanë dorë të fundit për xhenemit. Jo, ne po dojna shumë nalt. Edhe veç namazi sabahit ta forcon ti atë bindjen, se kështu drejkën e këndien akshamin. Malet mundesh mi fal. Ama sabahi dhe yatsia janë sfidë vetë. Do të thonë, kjo ishte për pyetjen e parë. Po, domethënë nga ky sabah i qetë, o Allah, edhe lutja është më e rëndësishme, domethënë. Kush sunot mbron mas shumë ti në këtë jetë? A ke menduar herë kush? Bëja haram xhenemi namaz false. Po kush mbron mas shumë ti në këtë jetë? Lutja e jote, do të thonë lutja jote që e kije, do të thonë vazhdimsi. Çka thonë në shpeshherë? Lutja e nanës nuk kthehet apo. Një api hadith pejgamberit islam, një api lutje që s'kthehet prapë është lutja e prindërve. Po ti kur ban për veten? Ti ban për veten me lutje të bëjnë amin edhe për ty. Po. A e kupton? Do të thonë e kin dy fish lutjen pranuar. Do të thonë, po enta është kjo që në vazhdimsi me lutje.